Shkaku kryesor që ndikon më shumë në një varësi është raporti që kemi me prindrit, sidomos raporti me baban. Është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë kuptojmë cili është raporti që kemi me prindrit, sepse ndikon shumë në një varësi çfarë mendojmë ne për veten tonë. Mirë po, shpesh herë është ajo që mendojmë ne për veten tonë, është ajo që prindrit tanë mendojnë për ne. Dhe kjo gjë ndikon jashtë mase në një varësi, ndikon se si trajtojmë veten tonë. Janë tema goxha delikate dhe janë vështira për t'u shpjeguar në një video, por i kam vënë re në trajnimet e mia, në eksperiencën time që kam me shumë njerëz që kanë patur probleme me varësitë dhe kanë shpëtuar nga ato varësi, kanë filluar të kujdesen për veten. Kemi punuar shumë në këto gjëra. Kemi punuar shumë në këto gjëra duke ndryshuar mendimet për veten, duke ndryshuar dhe sjelljen. Pra të ndalosh së trajtuari keq veten tënde. Dhe këto janë tema shumë të rëndësishme, prandaj i kam bërë pjesë të protokolleve të mia për ndihmuar njerëzit që të shpëtojnë nga një varësi dhe të kujdesen për veten.